Eliona Pitarka shuan kurreshtin në ndjekëse pas 24 orëve zbulon gjinin e bebit të tretë. Aktoria dhe moderatorja e njohur ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram një moment parueshëm, ardhjen në jetë të fëmijës së saj të tretë dhe bashkë me të emocionin e zbulimit të gjinisë. Është vajzë. Me një postim, Eliona rëfen se kishte kërkuar nga ekipi mjekësor që në momentin e lindjes të mos ja thoni gjinin e bebit, por të ja vendosnin në kraharor që ajo ta zbulonte vetë. Doja vetëm ta mbaja pranë zemrës, ti merja erën, ta ndjeja të gjallë dhe të falenderoja Zotin që më zgjodhi mua për herë të tretë, shkruan ajo, duke përshkruar ndjesinë magjike të çastit kur kuptoi se kishte sjellë në jetë një vajzë tjetër. Në një rrëfim emocional dhe mjaft domethënës, Eliona e përmbyll postimin me fjalë që tingëllojnë si një vulosje një misioni të shenjtë. Jam një mama vajzash, jam mamaja që shkon në maternitet në zonën në ADN. Universi nuk po bën më surpriza, vetëm po më konfirmon titullin CEO e vajzave.